Çikja 92 vjeçare Trecos e ka fitu turnirin e Tekenit në Japoni. Turniri organizu nga Keri Sports Association, një organizatë japoneze që promovon gamingun si mënyrë aktive edhe sociale për të mëshumit. Ai është turniri 12 bianual i sportsit për senior. Eventi ka përfshi 8 lojtar, të gjithë mbi 65 vjeç, edhe të cilët u kualifikuan përveç eventeve rajonale. Në finale, Hisako Sakai, 92 vjeçare, e ka përdor Claudio Serafinon, duke i kalu rrethet edhe duke i mposhtë rivalt përfshi Sadayuki Katon, në semifinale edhe në finale Goro Sugiyama. E duke i poshta e ka fitu titullin me një performancë të qetë, por shumë efektive. Ne u bo stream live me komentim profesional, duke u trajtu me seriozet si çdo event i madh sportiv, jo thjesht një lojë sociale, po taman e-sports. Pse është kaq epike, një 92 vjeçare, një kampion e e-sports. Hisako Sakai është shpoll një prej fituesve më të mëshuara në botën e gamingut, duke sfiduar idenë që e-sports nuk është vetëm për të rinj. Gaming për shëndet edhe aktivitet. Organizatorët po e theksojnë se ky projekt nuk është veç për konkurrencë. Është për shëndet, aktivitete sociale, vullnet edhe mirëqenie për të moshuarit përmes lojrave elektronike. Oldest competitor u kon 95 vjeçar. Jo vetëm fituesja e turnirit përfshiu 95 vjeçarin Reiko Yokota, duke treguar se gamingu është për gjithat moshat edhe secili ka vend aty. E mesazhi që po shkon viral, komuniteti online është impresionu prej memes për Granny Combos deri te komentet që nuk ka mosh për më kon gamer. Shumë shikues kanë thonë që teknika është përqendrimi edhe përvoja që shpesh e bojnë me ritëm të kadalt, po me saktësi shumë të lartë. Hisako Sakai ka treguar që e-sportsi nuk e një moshën, me skill, me qetësi edhe përvojë, ajo u shpoll kampionen në Tekken 8 për senior. E ti kallëzëm, a kish mujt gjyshi ose gjyshja jota me fitu një turnir t'il? Mos haro me komentu, mos haro me bo follow Urban FM edhe subscribe në YouTube.